Shekh Rabia rahimahullah këtu e përmend një fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah dhe thot Shekhu, më ka pëlqyer shumë një fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymijas rahimahullah. Do të thonë e ka mahnit Shekh Rabin. Fjala e Sheikhul Islamit Ibn Taymijas rahimahullah. Në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Ibn Taymija do të thonë me të vërtet Allahu nuk i bën padrejtësi askujt, madje as sa një grimc pluhuri. Këtë ajet e ka komentuar Ibn Taymija rahimahullah kështu. Kjo tregon se nëse një grimc pluhuri do të shtohej në mëkatet e dikujt ose do të hiqej nga veprat e tij, kjo do të ishte padrejtësi. Allahu është i pastër nga çdo padrejtësi, edhe nëse është kaq e vogël. Dhe shikoni, sa një grimc, do më thonë pluhuri, nuk bën do më thonë t'i shtohet në peshorën e atit, në mëkatet e atit personit ditën e gjykimit. E as prej veprave të mira. Po, eksakt do më thonë atë që e ka meritu dhe që e ka vepru. Pa mi ashtu, pa mi ahek. Dhe kjo tregon për sosmëris, së drejtësi së Allahu subhanahu wa ta'ala. E si është do më thonë, barakallahu fikum, këto tekste të Koranit, të Sunnetit, duhet patjetër do më thonë me lënë gjurmë të besimtari. Duhet me lënë gjurmë të besimtari, me ndiku në zemrën e tij. E si është do më thonë me njerëz që e fshehin vetën e tyre mas celularve, mas kompjuterave dhe e cenojnë derin e muslimanëve, i sulmojnë muslimanët dhe shpifin për muslimanët dhe bëjnë gënjeshtra kundër muslimanëve. Dhe nuk është vetëm kundër muslimanëve, kundër dietarëve, kundër njerëzve të dijes, kundër nxënësve të dijes. Do të thonë kjo duhet me ndiku. Robi duhet me pas frikë. Se mirë, shpëtoi ky në dunja, iku, nuk e mori vesh askush. Po, si është në ditën e gjykimit? Si është në ditën e gjykimit? Që atë ditë nuk ka shkëmbim parash, nuk ka shkëmbim valutave dhe pasurisë së dunjas. Ti nëse dikush për atyre do më thonë, pretendon xhelozi për fenë e Allahut subhanahu wa taala, xhelozi për menhexhin selefi, atëherë mbrojë menhexhin selefi do më thonë ashtu siç e kanë mbrojtur dietarët prej selefit deri sot. Do thonë mbroje menhexhin selefi me metodën e dietarëve. Jo me metoda do më thonë të qafirave, me pseudo emra. Mbroje Islamin, edhe Islamin nuk ka nevojë për pseudo emra dhe pseudonime. Dhe ne nuk e fshehim akidën tonë. E themi haptazi. Edhe janë si i ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, la tazalu taifatun min ummati zahirin ala al-haq. Do të vazhdojë një grup i ndihmuar nga ummeti im. Ashiqare, të dukshëm në të vërtetën, të dukshëm janë ata, nuk mshehen ata. Nuk fshehen. Edhe pse ta fshehim. Prej kujt kemi frikë? Prej kujt kemi turp për të vërtetën? Atëherë ti nëse do më thonë me mbrojë fenë Allahu subhanahu wa taala, mbrojë do më thonë na. Po mbrojë do më thonë na sipas asaj që është në librin Allahu subhanahu wa taala dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me kuptimin e selefus salih dhe si kanë vepruar do më thonë aimmatu salaf dhe imamlarët deri në kohën e sotshme.